Sheshi Skënderbeu në Shkup është shndruar në epicentër të librit shqip. Panajri i librit shqip, Shkupi 2026, për herë të parë mbledh në Shkup autor, botues, studiues, mësimdhënës dhe dashamir të librit nga të gjitha trojet shqiptare. Panajri organizohet nga Komuna e Çajirit në bashkëpunim me Institutin e Librit dhe të Promocionit nga Tirana dhe ka sjellë një program të pasur me promovime librash, diskutime letrare, takime me autor, aktivitete kulturore dhe pjesëmarrje në shtëpive botuese nga të gjitha trevat shqiptare. Këtu i kemi sot edhe nga Vlora, i kemi edhe Besnik Mustafajn, i djathtë, dhe më thonë që promovon letërsinë, vlerat e veta, e patëm Namik Dokën i Majt, pra e kemi Fatmir Toçin e Vlorës, e kemi Arben Kodën e Çamërisë, i kemi deputetet nga viset e ndryshme, dhe mendoj që po reflekton ajo që është në mozaik kuvendi i Lezhës, po historia kombëtare shqiptare, po shifat pra në sheshin Skënderbeu. Tek stendat e panairit të librit në Shkup takon adhurues të librit. Duket se jehona e këtij panairi ka kaptuar edhe qytetarë nga qytete tjera të vendit. Ajo që e ngrit nivelin e panaireve, po edhe panairin e Shkupit, është se libri është vetëm arsyeja për të mbledhur. Shitja e librit është vetëm shkak për t'ju përkushtuar më tepër librit përmes promovimeve të ndryshme, përmes leximeve letrare, përmes debateve kulturore, letrare dhe kështu me radhë. Dhe kjo është ajo vlera e shtuar e një panairit që duhet përpunohet edhe më tepër, duhet përshtatet edhe me nevojat e letërsisë aktuale këtu tek ne, sepse ne kemi parasysh që librat e autorëve të mëdhenj nga Shqipëria dhe Kosova i hasim në promovime të ndryshme në për Tiranë dhe Prishtinë. Po në Shkup duhet të shoh më tepër promovimin e librave të autorëve vendas, të autorëve nga Maqedonia. Nuk ishte se si të mungojnë edhe politikanët, titujt mbase duken tërheqjes për çdo vizitor. Përgëzoj udhëheqësinë e kësaj komune, gjithësisht kryetarin edhe bashkëkryetarin e Vlenit, zoti Izet Mexhiti, shpresoj që vitet në vazhdim këtë traditë dhe këtë panair ta sjellim edhe në Tetov. Besoj fuqishëm se vitin e ardhshëm në kuadër të verës tetovare panairi i librit shqip do të mbahet edhe në Tetov. Sheshi Skënderbeu në Shkup ishte shndruar në Shqipëria në miniaturë. Gjithsej 55 botues kanë sjellë botimet e tyre për lexuesin shqiptar nga Shkupi dhe jo vetëm. Është një panair që po realizohet në kuadër të verës kulturore të Çajirit dhe si ngjarje, sikur e thatë edhe ju, paraqet Shqipërinë e vogël në një vend, pam edhe botuesin Çamëria, pastaj kemi një numër të madh të botuesve nga Kosova dhe Shqipëria dhe sigurisht edhe botuesit kryesor nga Maqedonia. Pra gjithsej 55 botues kanë sjellë botimet e tyre në sheshin Skënderbeu për lexuesin shqiptar nga Shkupi dhe jo vetëm, por edhe qytete tjera. Efekti ka qenë shumë pozitiv dhe kemi pa një interes të jashtëzakonshëm nga qytetarët dhe besojmë se është një ngjarje e qelluar, e cila synon të bëhet tradicional. Botuesit shprehen të kënaqur nga interesimi i qytetarëve, thonë se ky aktivitet duhet të bëhet tradicional në Shkup, me qëllim që Shkupi të frymojë me librin shqip. Kam vite që s'kisha qenë në Shkup. Ndërkohë që jam pjesëmarrës i panairit të parë të librit si në Tetov edhe në Shkup, këtu në Ilirit. Dhe jam një emocionuar, jo i kënaqur. Për sa i takon ndjeshmërisë së madhe që kanë shqiptarët e Shkupit për Çamërinë, për këtë plagë që rrjedh gjak ende nga shtati i kombit shqiptar. Jo vetëm nga shqiptarët e Shkupit në moshën time, ose mosha e dytë, por edhe nga rinia. Kjo është kënaqësi e madhe, kjo është emocionuese. Rinia, vajzat të reja, djemë të ri këtu janë shumë të ndjeshëm ndaj Çamërisë. Pra, këtu vlon, këtu ka zjarr çështja kombëtare shqiptare. Kjo është pozitive, aq më shumë që ky panair vjen fill mbas këtyre protestave të jashtëzakonshme që keni bërë ju. Marrim pjesë me 76 tituj këtu, por nuk jemi vetëm. Janë edhe disa shtëpi botuese, është logo si janë të Shqipërisë, janë të Kosovës që nuk ka qenë dukuri më hershme, domethënë nuk ka qenë prezenca më hershme, që vlerësojmë që të jetë pozitiv. Panairi i librit shqip Shkupi 2026 gjatë së premtes vazhdoi me promovime librash dhe takime me autor.
Në kuadër të programit u promovova vepra e Mehmet Prishtinës, kushtuar lëvizjeve revolucionare shqiptare dhe maqedonase në rrjetet e diplomacisë sovjetike. Libri Në meni të njëri tjetrit i Besnik Mustafajt, si dhe vepra Net dhe mjalt e Liridon Mulajt. Programi u përmbyll me një takim letrar kushtuar poetes Lindita Ahmeti përmes leximit dhe diskutimit mbi krijem të rinj e saj poetike.